kemi sugjeruar që komunën me pas parasysh me respektue ligjin për ndërtim dhe udhëzimin administrativ për përshtatshmërinë e objekteve. Unë jam Bezxhet Binaku, përndryshe jam përfaqësues i organizatës Handikos në Drenas. Edhe një herët jam edhe si menaxher i ekipit auditimit social. Nga zanate e përvoja të ndryshme, një grup i aktivistëve të Drenasit i hyn thellë mbikëqyrjes së projekteve që komuna po i implementon në komunën e tyre. Hidraulikët, mjeshtrit, ekspertët e financave e aktivistët e të drejtave të njerëzit u bën bashkë për të kontrolluar nëse investimet që po bëheshin me mjetet e grantit të performancës i përmbushin kriteret. Në shumë ditë të punës, ata zbuluan probleme në projektet që i kishin cakt të mbikëqyrjes. Qeveria lokale, pas takime që kemi pas me ta, edhe në komunë, edhe me ekipin social, i ka pranu këto të gjetra si diçka që ajo i ndihmon projektit, ajo i ndihmon nevojat qytetarit, dhe konsiderojmë se të gjetra të cilat ja kemi deponu dhe të dikasterët caktune, kanë ndiku që qeverit lokale, në fazat kur ka me bo projekte tjera, me i marë për bazë. 3 nga 4 projektet ishin në implementim, ndërsa lista e problemeve që ekipi hasi në terren ishte serioze. Kemi auditu se mungon tabela informative, për shembull, e rrugës e cila është përfundu, ka mungesë të sinjalistikës nga të dy anët e rrugës. Rruga është gjarpore, edhe kur kemi dalë në terren, kemi pa disa pengesa, disa mangësi, ku asfaltimi ka qenë val-val, ku kanë mungue mbrojtjet e rrugën në anën të dy anët, ku ka pas probleme tjera, mbrojtja e shemës e dhevt, e cila e rrezikon komplet, rrugën. I mbështetur nga projekti Demos, auditimi social ka për qëllim përmirësimin e projekteve investive. Komuna e Drenasit si përfituese mjeteve të grantit të performancës garantoi qasjen në auditimin social dhe ndërmori hapa të menjëhershëm për të evituar sfidat e konstatuara nga ekipi. Ndikimi jonë ka qenë shumë i madh, sepse kemi pas një gjithëpërfshirje të strukturës së ekipit, kontaktet, takimet, i dhënia informata, marrja informatave dhe deponimi i të gjetrave ka qenë i pranuar në mënyrë më të mundshme nga qeveria lokale. Projektet e monitoruara nga ekipet e auditimit social janë financuar nga granti i performancës komunale. Ky grant u ndahet komunave si shpërblim për qeverisjen e mirë. Duke zhvilluar auditimin social, synohet që të sigurohet një kualitet i kontrollit dhe zbatimit të standardeve të larta të cilësisë. Në Drenas, ekipi u angazhua për të dhënë rekomandime dhe në fazën fillestare të projekteve. Një rrugë e rëndësishme e komunës ishte planifikuar të rregullohet dhe ekipi intervenoi duke ofruar rekomandime konkrete. Ne në projektin i cili komu riparu rruga Orllat në Grozvëqak, i kemi jap disa nga sugjerimet e gjetra tona ku do duhej trotuari me qenë me dimensione që mos më rrezikue jeta e nxënësve të cilat frekuentojnë shkollën e në Grovcit nga Vuçaki dhe Orllatit, disa pjesë, në sepse ajo trase që diku ka mbi 3 kilometra më tepër, nuk ka trotuare për lëvizjen e kamësorëve, ç'është më keq nuk ka hapësinë për me lëviz personat që janë përdorus karrika me rrota. Dhe kemi sugjeruar që dimensionet e trotuarit me qenë në standarde, në mënyrë që nxënësit që janë përdorus karrika me rrota me pas hapësinë me lëviz në mënyrë të rregullt. Gjithashtu, të gjetra tjera është që në hymbjen e shkollës kemi sugjeruar që me qenë niveli i rrugës prej një anë në anën tjetër, me qenë nga niveli i asfaltit, mënyrë që mi mundsu persona me lëviz me karrika me rrota mos me pas problem kalimi prej një anë në anën tjetër. Gjithashtu kemi sugjeruar që hyrja të shkolla me qenë një pjesë ku janë të vendosura shenjat ku identifikohen personat me aftësi të kufizuara. Gjithashtu edhe për projekte tjera, të cilat nuk janë pjesë e këtij auditimi, kemi sugjeruar që komunën me pas parasysh me respektue ligjin për ndërtim dhe udhëzimin administrativ për përshtatshmërinë e objekteve të cilat ndërtohen tash. Ai udhëzim i obligon
qeveritë lokale që asnjë shesh, asnjë rrugë, asnjë pjesë e qytetit mos më qenë, domethënë, e qasshme, por me qenë e qasshme, e përshtatshme për lëvizjen e jo vetëm personave me arsye, por edhe nëna që kanë fëmijë me karroca. Përfshirja e qytetarëve në fazën e planifikimit të projekteve rekomandohet nga të gjithë udhëzuesit për transparencë. Ky veprim vlerësohet se do t'i përmirësojë projektet dhe do të garantojë cilësinë. Në mbar vendin, auditimi social ka rekomanduar që qytetarët të përfshihen në fazat e hershme të artimit të projekteve investive.